Në Dibër, vdekja nuk është vetëm fundi i jetës. Ajo është një çast reflektimi, një ndalesë e heshtur ku njeriu përkulet para jetës dhe përjetësisë. Morti, si rit dhe zakon, ka qenë një nga shprehjet më të forta të solidaritetit dhe respektit njerëzor në këtë trevë. Në ambientet e bibliotekës së qytetit të Dibrës, jemi me profesor magistër Petrit Fetaun, me të cilin bisedojmë në temën Traditat e mortes apo të vdekjes në Dibër. Profesor, mirë se na erdhët, dhe do desha që fillimisht bisedën tonë ta nisim me kuptimin dhe filozofinë e mortes. Çfarë përfaqëson mortja në traditën dibrane dhe a shihet vetëm si dhimbje apo edhe si nderim për përcjellje shpirtërore? Morti, si gjithë ceremonitë, ka një organizim nga se njeriu i familjes së tyre ndahet nga familja. Është një respekt, po është një dhimbje që familja e ndan me zvedi, po edhe me gjithë fisin edhe ma gjërë. Andaj, organizimi është dinjitës dhe përfshirës për t'i bërë nderimin e fundit të njeriu të tyre të dashur. Dhe andaj kushtojnë kujdes, mendje dhe një përcjellje me tradita të lashta që kanë zanafil shumë të hershme, si morti, ashtu dhe vajtimet, që thuajse kanë zanafil shumë të hershme në historinë e njerëzimit dhe që nga njeriu vdes, domethënë që nga ku periudhat e lashta të mendohet edhe që në periudhën e egërsisë. Dikur, lajmi për vdekjen nuk përhape me zhurmë. Ai përcille me fjalë të pakta, me zë të ulët nga shtëpia në shtëpi. Fshati e kuptonte se një derë ishte e mbuluar nga dhimbja dhe se ati duhe heshtje, prani dhe respekt. Kemi temën traditët e mortes në Dibër dhe bëm një hyrje për atë se çka përfaqëson mortja, do desha tani që të ndalemi tek organizimi i mortes. Së pari, kur njeriu vdes, apo si thot, ndron jetë, së pari kufoma, trupi të vdekurit, sjellën në shtëpi. Atëherë fillon morti, kur kufoma hin në shtëpi, jo ku ka vdekur. Dikur, kishte pelalla, që e lajmëronte në lagjet e qytetit. Tash ka ndruar me xhami, me këtë telefonën. Shtëpia e mortit bëhej shtëpi e të gjithëve. Në të ndalej gëzimi, ulej zëri dhe rritej përgjegjësia njerëzore. Çdo vizitë, çdo shtrëngim duash ishte shenjë se dhimbja nuk përballohej vetëm. E mandej, një antar i familjes ngushtë, fëmijë, lajmëronte fisin e afërt, që lajmëronte se personi ka vdekur, ka ndruar jetë, që ata mandej hape konaku i burrave edhe hape dyert e shtëpisë që të urnojnë njerëzit për të marrë pjesë në mort edhe të shfaqin atë ngushëllimet e tyre. Edhe në atë rast kufoma vendoset në qendër të shtëpisë të dhomës dhe rreth kufomës afron më të afërmit të familjes
ma të moshuarit dhe nëna, motra, të afërmit, sipas afërsisë radhiten. Po ajo më kryesore, nëna qëndron në krye të mortit nëse ka vdek djali, ose pa ai afër. Ndërsa te burrat hapet konaku, presin familjarët edhe i shfaqin ngushëllime, ndërsa në qytet dallohet në fshat për shembull jepet edhe cigare edhe kafe. Për shembull në Peshkupi japin edhe para. Në Dibër, në qytet nuk ka, vetëm ngushëllime. Më parë në buri vendoseshte në konak, ndërsa gruaja vendose në shtëpinë e familjes së vet. Tash është ndruar, ku fama edhe të mashkullit, edhe të femrës vendoset në familjen ku ka jetuar. Dibra dallohet për një karakteristik që vërtet të therë zemrën dhe të trondit edhe më shumë shpirtin. Përveç ngjarjes që ka ndodhur, ndodhis, vdekjes, mortes në shtëpi, ka qenë edhe ceremonia e vajtimit. Çka na kuptojmë me vajtim? Vajtimet dibrane janë shumë të theksuara dhe shumë të përhapura edhe të përcjella me një mori vargjesh që herë kalojnë edhe 300 vargje. Pra Dibra ka pas rënditse të talentuara, me priri, me intuitë shumë të theksuar, që i ndaluar. Edhe gjason me ata të Shkodrës, të Lezhës, që kanë të dalluar këtë vajtimet. Dhe janë kultivuar shumë, janë përdorur, janë zbatuar në për vajtimet. Po tash kanë humbur ata. Kjo tradit ka qenë e hershme në Dibër, edhe me çka e lidh këtë tradit qytetin e Dibrës? Shiko, vajtimet janë shumë të hershme. Thash unë se janë prezente që në kohën e gërësisë, mendohet një filozof, një mendimtar, një studiues. Studiues që në kohën e gërësisë kanë vajtuar njerëzit. Dhe kanë përcjell me dhime, me fjalë. Me fjalë, po jo të formuluara në mënyrë poetike, po kanë shprehur diçka mbi atë njeri. Ndonjë ndjenjë dhimbje të shfaqur, ndonjë lavdat, ndonjë vlerë të tij njeriu. Dhe në Dibër janë shumë të përhapur, thashë, dhe janë të dalluara vajtimet dibrane. Edhe Dibra ka pas mjaft vajtuese të tilla. Në traditën dibrane, dhimbja kishte zë. Vajet nuk ishin thjesht të qara, por vargje të dhimbjes dhe kujtesës. Ato flisnin për jetën e të ndjerit, për punën, virtytet dhe mungesën që la pas. Ishte një mënyrë për ta përcjellë shpirtin me fjalë. Vajtimi nuk ka atë përmbajtjen, por ka edhe atë estetike edhe vargun poetik. Nuk janë vetëm shfaqje të dhimbjes edhe të përmbajtjes, por janë edhe një aftësi në vargnim edhe në të shprehurit, një retorikë të theksuar. Pra janë gra me një prirje që po ka intuitë, ka edhe emitime. Dhe më thanë, shpesh vajtimet kanë një shablon që merren nga një grua edhe në gruan tjetër. Pra janë, si them, janë improvizime që bëhen aty për aty. Nuk janë improvizime. Edhe kanë edhe shablone që i marrin njëra prej tjetrës, që ndikimi poetik.
Po kanë edhe originalitetin e individit. Dhe më thënë, varet nga personi, që ka person që e imiton tjetrin, e merr ata, si me thënë, kopgjim. Si po është organizimi i mortes dhe sa ditë zgjaste? E tash, morti i parë, dhe i momentit të vdekjes, ndodhë brenda 3 ditëve. Kjo pastaj përsëritet në 20 ditët edhe në 1 vjet. Kjo është procesi edhe kur mbaron ajo. Për të nderuar figurën e kufomës. Po, mbaron nderimin e kufomës. Deri në 1 vit. Po, shpërndaj telali. Kishte telal që me baraban i binte dhe lajmëronte në gjithë lagjet se ka vdekur filan filani. Edhe një lajmëtar i familjes shkonte ke fare fisi, ke fisi më e ngushtë, lajmëronte vdekjen e personit. Që se të bënin ata të merrnin pjesë në ceremoninë e vajtimit. Në pjesëmarrjen e atë, njerëzit më të afërt mbaheshin në drek. Edhe bërëshe edhe darkë, organizohet darkë për personin e vdekur. Ndërsa në fshatra edhe në qytet, nëse vinte njeriu nga larg, që mund të ktheheshte, ai mbahe edhe për të flejtur atij, për të buajtur, që edhe bahe, edhe shërbimet i bëheshin atij, respektin i bëheshte deri në fund me dreke, darke të tjerë. Në rast se në familjen që s'kishte mundësi ata të bëjnë dreke, atëherë në pjesëmarrjen, në drekën merrnin zakonisht kushit, fqinjet, ata e bëjnin drekën për misafirët. Të momentit që janë në drekë, se janë në vajtim, edhe bëhet për ata familje të ngushta, të më thanë, në gjithë ata. Pra dhimbjen e kanë ndarë bashkë? Po bashkë, po edhe shërbimin, edhe respektin, u abonin bative që ata gjithë kohë, se ati vajtojnë, se ata të afërtit vajtojnë, edhe ata ndale për hanin drekën ati. Në konak, edhe në shtëpin shërbeshi me kafe, me cigare, e të tjerë. Shpesh ata, sidomos në fshatra, shkëmberin njëri tjetrin cigare, se ati nuk kepte cigare vetëm ai zoti i shtëpisë, cigare edhe ata që ishin të afërt të familjes. Për të nderuar misafirët. Profesor, ndër vite ka qenë edhe tradit, ata që shkojnë në mort, kanë dërguar dhe diçka si ndihmë për familjarët. Ka vetëm kafe kanë quar. Në Dibër, në Sadi, vetëm kafe kanë quar, po ata edhe kur bonin pas mortit, ata bonin edhe vizitat të veçanta të dillave, të dillat e fisi i afërt, të më thanë, bonin vizite edhe atëherë çonin kafe. Çonin kafe, edhe ajo ka shpërblime tjetër nuk ka në Dibër sa di unë. Të thash, unë në peshkopi kanë quar pare. Lek lanë ato, kur qojsh. Në Dibër nuk kanë dhanë para. Profesor, tani do të kalojmë tek ajo që ka qenë më therse dhe më e dhimbshme në qytetin e Dibrës, vajtimet. Si, prej nga e ka origjinën ky rit? Vajtimet i nxjerri me preardhje shumë të lashta që në periudhën e egërsisë. Edhe nga se vdekja është një dhimbje e madhe, se një personi, edhe që atëherë njerëzit kanë nxjerrë fjale, po jo në atë kuptimin e formimit të tekstit. Vetëm fjale, lëvdata, shprehje, ngushëllimi, dashurie, dhembje të tilla. Po me kohë ata kanë filluar, kur me njerëzimin kanë filluar të
të krijohen edhe vargje, edhe vargjet në vajtime janë shumë të formuara në mënyrë poetike, nuk janë vargje vetëm dhembje. E tash varet se kush është vajtuesja. Vajtuesja e tregon edhe vajtuesja që ndonjëherë vargu krijon rimë brenda tekstit, herë vargu krijon rime përmes refrenit, për o bi, o djalë, o shpirti nënës, o lofka nënës, e shprehje të shumta të tilla si nxjerr njeriu. Po kretë janë me domethënie, nuk janë aq indiferente në problemet, nuk janë vetëm ndjenja subjektive, po janë dimensione edhe shoqërore, se nuk rrinë nëna pa indiferent, pa trajtu probleme të kohës aktuale, gurbetin, vujtjen, varfërinë, jetën e rëndë, ose momente të tjera të jetës të individit, që e ndajnë me vajtimin. Çfarë janë vajtimet dhe zanafilla e vajtimeve në qytetin e Dibrës? Te rritet Dibrane gjim, që është autoktone Dibrane, originale, që mandej ndërthurit me strukturën kombëtare të vajtimeve. Ndër rritet kur dërgohet kufoma, varë, kur njerëzit largohen, bas gjematit të tje, derdhin ujë në varë. Derdhin ujë në ujë, që ta ketë i vdekuri me besimin që kur ta kap etja të pijë. Gjithashtu në familjen e ndjerit 3 ditë llamba drita në shtëpi nuk quhet. Mendohet se kufoma i vdekuri shpirti kthehet edhe ai në shtëpi. Gjithashtu guvatat me ujë që i kanë, që ma para ujë e kanë mbledhur në ata govatat, në kofët, i kanë zmbrazur, kanë pas frikë se mos vijë edhe më mbytet shpirti ati. Gjithë një robat e të vdekurit i kanë marrë dhe i kanë shpërndarë ke njerëzit e varfër. I kanë shpërndarë që mos rinë në shtëpi. Çdo gjë e ti, thuj se kujtime teshave, kështu, jenë larguar nga shtëpia. Ka zakon që besohet në ertet, kur në qati vjen kukuvajka. Kukuvajka mendohet se ajo e ndjell vdekjen, edhe faqesin, në faqesin familje, vrasje, vdekje, këtë e di. Une sa kam menduar tash vetë, se i kam menduar, se kjo është shumë e hershme. Në këngët legjendare shqiptare, Motra Hagës, Hasan Hagë, i vdesi vllai. E vrasin herët të vllajin, dhe ajo në momentet e fundit i vllai kërkon ujë. Dhe ajo shkon te burimi të marrë ujë, mi po kur kthehet bie shiu dhe gjurmët i humbe dhe nuk arrin t'ja kthej. Edhe i vllai vdes. Dhe ajo nga dhembja e madhe, edhe i lutet Perëndis ta ndrojë në Kukuvajkë, në Qiqe. Diku Qiqe thot, diku Kukuvajkë. Edhe ajo dhembje të vetë e shpërndan kaj në çdo shtëpi. Edhe mendohet se ajo ka sjell dhembjen atë. Kjo sa unë mendoj e tillë, se mundet mos jetë e tillë. Po edhe tash kur vjen Kukuvajka, familja mendon se në atë familje do të ndodh diçka. Një zakon i lashtë
është të shqiptarët besimin në pavdekshmërinë e shpirtit. Besonin se njeriu trupi vdes, po një zakon i lashtë, bile unë e kam arrit atë, që kur vdes një djale i pamartum, ose vajze pamartum, ata dëshironin atë dëshirë të saj, atë martesë të djalit edhe ta realizojnë në botën e përtejme. Andaj, nëse ishte vajzë, e veshnin në fustanin e nusërisë, e teletisnin, e zbukuronin me ngjyra, me të kuqe, me kret, edhe ashtu e vërosnin. Rreth e rreth më shkove oj bi, nana të qëtnose oj bi, ti bën abuzat me të kuq oj bi, të vesh nana me fustan të bardhë oj bi, ta vona e nduvakun me tela oj bi, nana të vona duvak oj bi, si e vdekme të të marmurat oj bi, sën të rëndoj ta velen oj bi, sën të apalova paljen oj bi, si gjithë shoqet e toj oj bi, të nëjsa pa ipëm në kal oj bi, të dhash dhëndër pa gjallë oj bi, ti lash telat për mbi tabut oj bi, zemra tande ishte e but oj bi, oj e mojraj nanës oj bi. Më e pa gëzom jaj nanës oj bi, më e pa martom jaj nanës oj bi, sën të qaj vetë nana oj bi, ishe e mojrë për të tana oj bi. Profesor, do desha të ndalemi tek vaje. Pasi të më thanë, janë radhitur këta kret, atëherë më e afër të familjes, dhe më thanë nëna për djalin, e merrte vajtimin. E vajtonte. Pas e merrte, po rrethi e përcjellte me ofkëllime, me brit. Me britma, jo të qere, po me ofkëllime të themi, për o i këtë, pa o i e tjerë. Dhe ashtu shkonte me radhë. Po kishte edhe gra që, dhe me thanë, që rënditse me pagesë. Familjet e pasura, që për të shprehë dhembjen e madhe, edhe për të alarmuar pak në, merrnin rënditse me pagesë. Të tilla kishte në Dibër, dhe dalloheshin ato, sidomos të fshatit Kristës dhe të Hames. Dhe i pagunin me drithna, po ma vonë edhe me para. Edhe ata venin ishin grupe të tilla që vendoseshin në familje edhe organizonin vaj. Edhe ata kishin një farë njohërie mbi njeriun e vdekur, se ata nuk mund të flitnin kështu, që t'i thurnin lavde, se kryesisht në vajtime ka lavde, mundet njeriu nuk ka qenë aq ideal, domethënë i përsosur, por në vajtime nuk përmendej rastet të tilla. Gjithnjë janë fjalë lavdëruese, sublime, që e madhëronin atë si në aspektin familjar, si në aspektin prindor, si në aspektin shoqëror, social, patriotik, ose në kontributet të tjera. Edhe në këto vajtime nuk janë, prandaj nuk janë vetëm vargje intime, familjare, kanë edhe karakter shoqëror,
karakter të kontributit të njeriut në aspektin në aspekte të ndryshme, qoftë morale, qoftë etike, qoftë patriotike, ose të tjera. Prandaj, edhe këtu i nxjerrin ka mendime se këto lavde janë sjellë që nga Greqia antike, greke, kur korifejt, atëherë në Greqi, për të ngritur lartë, ose për të bërë nderime Dionisit, i thunin lavde ati. Edhe mendohet se tash këto janë jo aq të bindese, po ka një mendime të tilla që prej nga atëherë kanë ardhur edhe në trojet shqiptare ose diku tjetër. Bile edhe nana e thot, toj nuk qash shto o bish, vetëm të kesh një tofë malsore o bish. Dhe më thënë, nuk mundet ato të shprehin atë forcë të ndjenjes, se vetëm të kenë njerëz profesional të shprehin atë. Në atë kuptim e thot. Pra, toj nuk qash kështo o bish, vetëm të kesh një tofë malsore o bish. Pra, kryesisht pra thash une se në këto vajtime, kryesisht vlerësohen atributet pozitive, pra që thuj se janë të paraferta, çdo vajtim të tillë. Andaj vajtimet për nga mënyra si e vajtojnë janë të ndryshme. Edhe si nga përmbajtja, edhe si nga përjetimi i ndjenjës së dhemësis, janë vajtimet e nënës janë ma të fuqishme. Edhe janë ma të brumosura. Janë ma përmbajtje kanë. Edhe pas e vinë vajtimet e familjeve të tjera, vajtimet të nënës ndaj motrës, ndaj vëllait, apo ndaj burit edhe të tjera. Morti nuk përfundonte me varimin. Ditët e zisë ishin kohë kujtese dhe reflektimi. Vizitat dhe fjalët e ngushëllimit forconin lidhjet mes njerëzve dhe e bënin dhimbjen më të përballueshme. Edhe në ditë të zije, Dibrani ruante dinjitetin e shtëpisë. Ushqimi dhe mikpritja nuk ishin shenjë gëzimi, por detyrim moral. Ato shprehnin respekt për misafirin dhe nderim për të ndjerin. Morti shoqërohej me ndalesa të qarta. Nuk ishte muzikë, dasma apo gëzim, sepse dhimbja e njërit konsiderohej dhimbje e të gjithëve. Kjo ishte mënyra e komunitetit për të ruajtur ekuilibrin shpirtëror. Një veçori e veçantë në morte ka qenë edhe tradita e vajtueses apo e rënditses. Thot, omër djalë cili sët o birë, ike të e rejt o birë. Nana të ka rejt ke krëja o birë, mo më iku e mëjra o birë, djali tem për mali o birë. E tjerë. Pra, por, thashun kanë edhe dimensione sociale. Për shembull, ka raste kur një afër vdes në Amerikë. Që thotë, ai lami zi mi lufk nga jo Amerikë mi lufk, më ra në gji o lufk, më ra në Grik mi lufk, në i morë collët mi lufk, e të tjerë vajzë në tjerë. Pra, kanë edhe përmbajtje thëmë sociale të tjera. Kanë edhe përmbajtje të tipareve, morale, thëtë. O jorë të nanës o birë, mendari nanës o birë, qibari nanës o birë, i prëqmi nanës o birë,
I bukri i nanës o birë, buzëqeshmi i nanës o birë. Si gradacioni e krasime. Prandaj them unë, nuk janë vetëm ti e shikosi e portretizon fëmijën. Si një poeteshe. E porosoj të më thot, kur shkojsh thot, ti bësh të fala gjishit, ti thosh se jemi mëjre shëndosh, e mos mërzitet. Pra, shiko, lidhja e të gjallit me të vdekurin që bën, besimi në jetën e përtejme. Kjo është shumë e heshme, besimi në botën tjetër është shumë e heshme, para se të vije feja. Njëri ka besuar se jeton një botë tjetër. Të varet e faraoneve, që kanë hapë, kanë gjithë mjete ngrënje, ushqime, ku të dhim tasna, gjoja, se sa më kujtohat mund që kam lexuar. Se prej në kohën e faraonëve kam besu se do të jeton anën tjetër. Nuk është nga feja, se ne themi se feja. Të më vrave në strem o birë, thoshe për vendin tem o birë, nërsa të morë të vdekë o birë, nërsa të iku jetë o birë, poshkën se hoqe nga dora o birë, asmin se qove, se hoqe nga zemra o birë. Pra, shiko, lidhet edhe me rrethanat patriotike. Pra, vajtimi nuk është aq subjektiv, është intim, po merr një dimension. Nanën e mor malli, or birë, prët një të zbresish pi mali, mër birë. Nana rënja ke dera, mër birë, mos më sjellin a berë, mër birë. Kur e pa shokun tanë, mër birë, fatëra ishte mbulu me zi, o birë, si kur më lujtën ment, mër birë. Mu afru në gjatë, mër birë, ishte mbush me elmë, mër birë. Uli krajën zote qanë, mër birë. Mora vese e vram, o birë, o i mëri nanës, mër birë. Më tremi nanës, mër birë. Më shpërti nanës, mër birë. Lëshova brit më të madhe, mër birë. Ka i merë kja vale, mër birë. Më ikën men pikraja, mër birë. U din dhe gjithë toka, mër birë. U din gjithë mileti, mër birë. Se ishe gëmjartë, mër birë. Ertan fësi, më birë. U buj madh me gjëlisi, o birë. Erdhen vëllaznit, e në motrat, mër birë. Më mbludhëm ke votra, mër birë. A pa dirt e zomortin, mër birë. Gratë mboshën gjithë kortin, mër birë. Nana së shteni në tokë, mër birë. Nuk të preka me dorë, mër birë. Nuk të ndeta ke kraja, mër birë. Alet nuk t'i dinja, mër birë. Nana u dëq për së gjalli, mër birë. Për t'i zëtë soset mali korë, or birë. O gjalli nanës, or birë. O i mëri nanës, o birë. O si na fjarove, o birë. Pa urejt mërë shkove, o birë. Ose thot mërë social, thot, se leve su gëzove, o birë. I unë tu shkove, o birë. Me hithra të rëjta, o birë. E me petka të vjetra, o birë. Dhe thënë, pozita sociale. Pra, dhe them se kanë dimension edhe pra dimension më të gjerë shoqërore edhe patriotike të tjera. Motive librane. Sot shumë nga këto zakone janë zbehu. Koha moderne ka ndryshuar ritmin e jetës, por kujtesa e traditës mbetet, sepse morti është pasqyrë e kulturës dhe dinjitetit njerëzor. Thuajse të gjithë ceremonit, qoftë të martesës, qoftë të fejesës, qoftë të lindjes e të tjera, janë thjeshuar të vjeta moderne e ka kriju krejtësisht, i ka thjeshtu, i ka minimizu. Edhe thuajse ato besime rrite, unë nuk i kam hasma. Për shembull si thash, vajtime njerë e thuajse janë thjeshu apo nuk ekzistojnë. Të rëndisim, nga se
më tepër ishin të sprovuara plakat, I dinin ata. Këta të rejat, disa I kanë marrë, edhe nëse diçka, thonë, janë shumë të shkurtra. Thuaj se disa kujtime të tyre, disa kujtime, disa takime të tjera, pa hirë në probleme të tjera. Edhe janë të thjeshta, thuaj se as kanë asnjë vlerë. Janë vetëm një moment dëshprimi të saj edhe janë thjeshu. Gjithashtu, tash edhe zakonet e organizimit të vdekjes janë thjeshu, se kufoma nuk sillet në shtëpi, nuk pritet në shtëpi, kretë pritet në restoran, kufoma sa njeriu vdes shkon në xhami, I rojnë atje, ku ta di unë, as nuk I di atë gjë. Po morë atje, pe atje e marrin e rrim. Po njeriu qyteti I bën derime. A e njeh as e njeh në xhamat, merr pjesë në vërim. A e njeh as e njeh, a ka pas bën kreshëndosh. Dibër I bëhet dhe këtë mundet të rritet nuk janë të tilla, por respekti I familjes të vdekurit I bëjnë janë dinjitoze. Morti në Dibër është më shumë se ritual. Ai është mësim për jetën, për solidaritetin dhe për respektin ndaj njeriu. Duke nderuar të vdekurit, ruajmë vlerat e të gjallëve. Duhet ju përcjellim brezave të rinj. Pse është e rëndësishme që të dokumentohen dhe të ruajnë këto tradita dhe çfarë mesazhi do t'ju jepni të rive për respektin ndaj mortit dhe kujtesës? Tash të rritë kanë ndëruar qëndrimin edhe ndaj vdekjes, se e shohin ndryshe atë aspektin shkencor, bëtë kuptimor. Ndërsa rritet nuk zhvillohen nga se gjithë procesi zhvillohet në shtëpi edhe të rrit nuk I përcjellin. Po duhet të ruajnë. Unë bashkë njënit I dhash një libër e I thashën këtë ta lexoj jo, thashën mëse marrë ta lexoj. Këtë mjere thashën fëtën një dollapën ruajnë që brezna që vinë ta lexojnë, të shohin se si kanë qenë, kanë vepru, si që për zakone, se identitetin e një kombi e ruajnë zakonet, ti njohin, ti dini. Se të tjerë kanë qenë, janë edhe shtetet e perëndimit. Çdo gjë të vjetë e ruajnë, e ne ta ruajmë, ta dimë se çfarë zakone ka pas populli tonë, si ka qenë zakoni I vdekjes, si ka qenë zakoni I martesës, ta marrë, ta ruajë. Pra, duhet të I ruajnë, që ti din breza që din që ne kemi një kulturë, të dije një kulturë që element kryesor I një kombi është kultura. Në kulturë hin edhe ndjenja e kombit, edhe ndjenja e familjes, edhe ndjenja e të afërme e të tjere. Se ajo e afron njerëzit, kultura e afron. Edhe ato duhet ta njohin si trashëgimi të një populli. Po tash ajo varet nga vetë kultura dhe individi I njeriu. Njeriu që I din rëndësinë duhet ta imponojë të tjerëve një gjë të tillë. Që të ruajnë këto. I porosisë të rritet që t'i ruajnë edhe t'i kultivojnë jo t'i kultivojnë, po t'i ruajnë edhe t'u përcjellin brezat të tij, se janë dëshmi të një identiteti të lashtë, që ka rrjedhën e vet, që ka zanafillën e vet, që ka
identitetin e vetë, kulturën e vetë, e të tjerë.